Të rinjtë të gjimnazeve të qytetit Korçës kanë kryer një trajnim mbi filmin dokumentar dhe mënyrën e prodhimit të tij. Ideja është që të rinjtë të mësojnë të shprehin shqetësimet apo historitë e tyre, duke i kthyer në vepra të filmit dokumentar kreativ. Ky që gjen është një lloj trajnimi i nxënësve të shkollave të mesme për filmin dokumentar ku nxënësit që përzidhen informohen dhe shohin dokumentar dhe do të mësojnë se si të tregojnë historitë e tyre, shqetësimet e tyre dhe t'i kthejnë në një vepër filmi dokumentar kreativ. Të si ato filma pastaj të shihen nga shokët e tyre, mund të shfaqen gjatë orarëve të mësimit në shkollat e mesme, por kryesore është që të rinjt të dinë, të mësojnë mënyra se si shqetësimet e tyre t'i bëjnë si më thëmë të shikueshme. Nuk ka rëndësi çfarë do të bësh, të shkosh teknologjia, të tresh AI, të tresh storytelling, filmi, piktura e tjerë. Duheni që mos qëndroni vetëm ato leksione që keni ose që merrni në shkollë, duhet të aktivizoni sa më shumë. Sot janë shumë të hapura mundësitë edhe pa pagesë, kështu që po duke qenë se ne jemi të filmit dhe festivali i filmit të Korçës, do doja shumë që të rinjtë të mësojnë gjuhën filmike dhe gjuha mësohet që kur je sa më herët që në shkollat fillore, shkollat e mesme. Pasi do ju duhet shumë edhe për artikulimin tuaj, po edhe për të treguar ngjarjet tuaja, shqetësimet tuaja nesër. Sot TikToku ose Instagrami është bërë shumë popullor, kështu që edhe për ato mënyra se si ti treqësh audiencën, si ti treqësh shikueshmërinë, duhet të mësosh se si tregohet një ngjarje. Trajnimet të tilla kanë synim aktivizimin e të rinjve në aktivitete jashtëshkollore, duke ju ofruar mundësi të ndryshme për të gjetur kështu edhe talentet e reja.